Më ka ndodhur gjëja më e çmendur o goc, nuk e ke iden. Shif, po dile nga marketi dhe një çun erdhi dhe më mbajti derën. Më mbajti derën, më pa në sy, po shifte kështu si serioz, sikur e bëra pa mendje, e hapa derën, ja hap të gjithëve derën gjasme, ëh? Edhe e pashte unë dhe i thash, "Rrofsh, faleminderit." Më pa mbrapsht, priti sa të dilja nga dera, edhe më tha asgjë. Edhe pastaj e mbylli derën dhe u fut market, po e bëri të gjithën këtë që dukej super nonchalant. O goc, po vdiste për mua, madje kur dola e ktheva edhe një herë kokën shifja, po më shifte, edhe nuk po më shifte, po e mbante kokën drejt, po este, gjasme se e dinta që do e ktheja kokën unë, kupton? Gjasme sikur, nuk ndodhi asgjë, më kupton? O sot që ishte. Po një rast tjetër, po ecja unë edhe mbje portofolin tok. Edhe më dalon njëri më thot, "Trakuleta." Prit, o zoti i madh, një sekond, nuk është nevoja të bësh kaq shumë. Është normale dhe ja kishte thënë çdo kujt që mund t'i binte portofoli o goc. Fakti që e pa portofolin duke rënë nga xhepi i mbrapa, duhet të ketë qenë duke më parë gjatë gjithë kohë. Se si mund të thjesht ta shifte atë duke rënë? Ka rënë nga xhepi mbrapa, si e paj. Edhe i thash, "Rrofsh." Edhe thjesht hiku, s'm tha ndonjë gjë pastaj. Po një ditë po ecja unë edhe isha të ke protesta, edhe kishte shumë njerëz, kupto, turm, edhe më kalon një çun gjithë, po ishte shumë ngushtë aty dhe më tha, "M'fal, të kaloj pak." Do më thonë, o zoti i madh, nuk mund të shkoj as gjëkundi, pa më gjuajtur dikush, pse do të flirtosh me mua dhe në protest. "M'fal, mund të kaloj pak?" "Kalo, e ke rrugën e hapur." "A mund të kaloj pak?" O zoti i madh, është gjithandej kjo më ndodh. Thjesht ma tha se ishte ngushtë dhe duhet kalonte. Jo, duhet të isha aty. Duhet të isha aty ta shifje si ndodhi e gjitha.